Lidhje me kriju ura me bizniset të Kosovës, me investu në Kosovë, ka kompanitë Kosovës që dojnë me shit. Tu bisedu, çka kemi mundësi me bën për shtetin tonë të dashur. Kurse jam më krenar se sot jam shqiptar. Pasi këtu kemi zhvilluar një kompani mjaft të suksesshme, kemi afërsisht 100 punëtorë. Oda ekonomike Zvicër-Kosovë ekziston që shumë vite, po nuk ka qenë kur në kontroll shqiptarëve, e kanë bërë hujt për neve. Edhe unë kam pas rastin me njoft personin që ka kriju këtë odë, edhe dikur i kam thënë që ti tash je plaks, po ka shumë aktivitet, është mirë ka lutrive. Edhe kështu tha në rregull, pranoj, edhe bënim një grup shumë të mirë, shumë të ndryshëm dhe me avokat, farmacist, mjek, kontabilist, më thonë, jemi mundu me përfshi gjitha fushat të në Gjenevë që me provu me kriju lidhje, me kriju ura me bizniset të Kosovës, kryesisht, sepse dim që ka jashtëzakonisht shumë sinergji mes Kosovës edhe Zvicrës. Ka njerëz që dojnë me investu në Kosovë, ka kompanitë Kosovës që dojnë me shit, mallra apo shërbime në Zvicër dhe ka mungu gjithmonë ka infrastruktura, qysh mja bo. Edhe gjithmonë kemi pas lidhje, njerëz kanë njoft dikan, janë shku përmes familjarë, persona të njohshëm, po tash ka kalu koha që duhet me institucionalizu pak këtë, që mi përfatësu kompanitë dhe mi au gjetë rrugën më të mirë për me investu, me qëllim gjithmonë që zhvillohet Kosova sa më shumë. Ideja e kësaj konferencë sot na ka ardhur para disa muajve, se unë lamin timi jam avokat dhe mirëm me transakcione ndërkombëtare dhe një ditë më në fund pash që një strukturë juridike kishte një kompani të Kosovës. E thashu sa interesant, hera parë që shonë struktura ndërkombëtare në investimet mëdha, kompani kosovare. Edhe ai investitori kryesor ish lindë rritur në Zvicër, po kish njoftësi në Kosovë dhe kish pa që është një mundësi shumë e mirë me optimizu fiskalitetin e tij që në mënyrë ndërkombëtare me fitu thjesht. Edhe thashu sa ide e mirë edhe janë filluar me bisedu me shokët fiskalistë edhe e pam që Kosova, faktikisht që tu e kuptum, që Kosova ka një sistem fiskal jashtëzakonshëm. Edhe këtë duhet me shfrytzu për me ngrej investimin ndaj Kosovës. Edhe kështu i mbledhem disa ekspert. Eksperti kryesor i sotshëm ishte Brahim Hoxha. Brahim Hoxha është shef botror i bankës Arab Bank, që është në bankat më të fuqishme në tregti ndërkombëtare. Edhe është një ekspert fiskal shumë i njohur këtu në Zvicër. Edhe ky pranoi nga mundësia që të na shpjegoj, të analizoj fiskalitetin e Kosovës, fiskalitetin e Zvicrës dhe si përputhen të dyja së bashku dhe na dha një prezantim jashtëzakonisht teknik, mirë që kemi mësuar jashtëzakonisht shumë gjëra. Edhe pastaj e kishim një avokat, Florin Latan nga Kosova, dhe ky që na bëri nderin që të vjen këtu, të na shpjegoj se si konkretisht si mund ta kryejmë një kompani, si mund zhvillojmë biznes, cili është realiteti juridik i Kosovës, edhe këtu mësuam që në Kosovë gjërat po shkojnë shumë më shpejt se në Zvicër, është një përparësi jashtëzakonisht e mirë, edhe shumë njerëz u befasuan se si gjërat mund të ecin. Pika e tretë është certifikimi. Drejton Bejtullahu është një person që ka zhvilluar një kompani ku certifikojnë certifikate ndërkombëtare që me mujt me marr tregje ndërkombëtare për eksport është baza për çdo produkt edhe çdo shërbim. Edhe ka krijuar një kompani shumë të mirë në Kosovë ku i certifikojnë edhe i bëjnë trajnimet në këtë botën. Edhe drejtori na tha që ai nuk ka asnjë interes me dal jashtë. Kosovi ka njerëz të mirë, janë kushtet e mira, fiskaliteti është i mirë, domethënë gjitha kushtet janë aty, merrini që të zhvillojmë një biznes shumë të mirë edhe të eksportojmë trunin, jo vetëm mallra ndaj në gjithë botën. Kështu që me këta 3 persona dhe në fund mbajtëm edhe një panel me Butrin Tajredini, që është nënkryetari i Odës Ekonomike Zvicër-Kosovë, që na shpjegoi për rrugtimin e tij si investitor, është avokat po edhe investitor në Kosovë, na tregoi për rrugtimin e tij konkret, cilat ishin sfidat, cilat ishin problemet, cilat ishin përparësitë për me investu në Kosovë dhe me këtë e përmbledhëm këto 2 orë konferencash që ka po e shoh sonte njerëz janë jashtëzakonisht kënaqur edhe besoj që do të vazhdojnë me konferenca të tilla. Edhe qëllimi jon ishte m'jau dhënë tyre mundësitë edhe me pa se Kosova ka ndryshuar, sepse shumë njerëz kur e kanë lënë Kosovën janë mbet pak këtu me atë frigën apo mllefin apo janë frigu me investu në Kosovë. Kosova para 20 vite është më ashtu. Tash ka siguri edhe përmes oda ekonomike ja ofrojmë këtë mundësi që mund njoft me njerëz duhur edhe me ecë me investime hapat sigur.
Na jemi rritur, ne kum lindër në Prishtinë para 37 vite gati, dhe kemi shok, pjesë mi vëllak, dhe tu diskutu. Na jemi si cilin vendimet punë tjere, punojmë në një kompani të sigurimi ndërkombëtare këtu në Gjenevë, kemi avokate, kemi mjek, kemi farmacist, dhe tu bisedu çka kemi mundësi me bën për shtetin tonë të dashur. Zvicra është e njohur si precez, si shtet i fortë, që nuk gabon, dhe Kosova është e njohur si rini e fortë, si fuqi e madhe dhe guximtare. Dhe me këto dy aspektet kemi dashur mi bën të përbashkët dhe me bën një fuqi të madh, se komuniteti dhe bashkëdhetarët tonë është shumë i madh këtu në Zvicër, sidomos në Gjenevë. Dhe ideja jonë e parë kanë mi bashku bashkëdhetarët tonë dhe gjithashtu me bën një promovim për investime kosovarëve ose zvicranëve këtu në Kosovë, dhe gjithashtu me mujt me qel oportunitetet për firmave të Kosovës, me mujt me pas vend pune këto dhe me marr pjesë në aktivitete ekonomike. Gjithashtu ideja jonë kanë edhe me bën një bazë B2B, me pas një rjet të firmave të komunitetit tonë këtu në Gjenevë, dhe ma mërmenja që tash që 2 vite o të zhvillu shumë mirë dhe firmat zvicrane dhe shqiptare po bojnë B2B dhe po njoftojnë një tjetrin në gjitha eventën, se për shembull arkitekti po njofton një kompani ndërtimit, një mjek po njofton me një farmacist. Çdo biznes rritet me një takim, jo formale. Në një prezantim, unë gjithë dita me bën prezantime, ama pa i taku njerin, pa bisedu me ta, që shimi të organizona, son ban sen, dhe ideja jonë e parë kanë për me bashku komunitetin tonë, bashkëdhetarët tonë dhe vendlindjen tonë të dashur. So vit jam këtu prej 1977, ditëlindja ime, do të thonë kam lind në Zvicër, edhe e kam kry shkollën këtu, fakultetin, 2-3 lami ndryshme. Pastaj kam punuar matematikë, kam qenë në fakultetin Politeknik, po ndrova ata më pëlqej më shumë ekonomia. Dhe pastaj kam punuar në një kabinet fiskal në kanton Vaudit në Lozan, pastaj në Deloitte, në departamentin fiskal, para se me fillu puna me një bankë private të famshme njohur në botë, që është Pictet këtu në Gjenevë, kanë brancha gjithë në botë. Edhe mas Pictet's, mas 12 vite Pictet, kam fillu drejtën me të thonë, me kriju firmën teme, po më bën një ofertë kështu e mrekullueshme që kam fillu në Gone, është një bankë pak më e vogël. Edhe gjatë kohës Gone u ble për një tjetër bankë, domethënë AHA Bank Switzerland Group, e kanë ble një porcion gjithë lartë të Gones, edhe në tetor 2025 më ka dhënë mundësia me marrë një funksion global, kështu botëror, por me shërby krejt bankat në fiskalitet zvicran ndërkombëtar, në planifikime të pasurisë të patunshme imobiliare dhe shkon është estate planning, wealth planning e këtë gjëra. Domethënë skopi ose laminiat janë ndryshme, multidisciplinare, dhe është forca ime ose forca që më pëlqen, domethënë jeta nuk më shkurt njësoj, çdo ditë është i ndryshëm. Takimi sot, organizimi u kon i mrekullueshëm, vendi është i mirë. Iniciativa shumë e mirë, qëllimi është me promovu Kosovën. Kam qenë 2 ditë në Forum Ekonomik Davosit aty, po shihet që është një tjetër dinamikë është kriju me Kosovë, si nëpër media, si ekspozitën që e kemi, vizibilitetin që e kemi. Do të vazhdimisht veprojmë çat drejtim, pse tu i prunë sanet mbi tevolin, ja vë punën edhe njerëzve në kokë që të arrisin me pa Kosovën me një sy të ndryshëm. Pas legjitimitet për të sen, keni pa edhe ju që tash evolucioni 20 vitet e përshpashme ose 10 vitet e fundit që kanë evoluar shqiptarët përgjithësi si ndërmarrës, si në për firma ndërkombëtare, domethënë s'kem kur farë frustracioni ose jemi sigurt pa kulpabilizim, pa marrë, pa kurrë që kemi arritur depozita shumë të mira besoj. Iniciativa është e mrekullueshme, do të vazhdimisht këqyrme me organizu që si lloj eventa për promovimin e Kosovës, në bashkëngjitje me po njerëz që ka talentat e na, sidomos të gjeneratat e reja, me mund të impliku edhe të rit më shumë. Mos harrojnë as historinë tonë, as kur unë kam fëmijë vet, edhe ti përkujtojmë kratë kujna, ose me ndirë të kujna jemi sot ku jemi sot, mos me harru kohën e kaluar dhe
dëshmorët dhe kush kanë dhënë jetë e gjak për këtë moment sodit. Domethënë kurse jam më krenar se sot ose çet kohën që jam shqiptar. Ky ishte një organizim shumë interesant, ku mbledhen bizneset shqiptare dhe njerëz që janë për institucione që punojnë ndryshme në Zvicër, kryesisht në rajonin e Zhenevës dhe Lozanës, në një organizim të odës tregtare Zvicër-Kosovë, e se ri këtu në Zhenevë, ndërsa unë kam marrë për të prezentuar pak perspektiven e Kosovës, se si është hapet një biznes, si është sistemi tatimor, si është gjendja në përgjithësi e legislacionit, si mbrohen investimet në Kosovë, sepse shpeshherë ka edhe para gjykime që në Kosovë nuk ka as ligj, as nuk zbatohet ligji. E besoj që diskutimi ishte shumë i mirëpritur edhe prej pjesëmarrësve, po edhe prej panelistëve tjerë që u plotësu me një ekspertizë fiskale të dy shteteve, edhe Zvicrës edhe të Kosovës, dhe u diskutua edhe për eliminimin të tatimit të dyfisht, sepse Kosova me Zvicrën ka marrëveshje direkte. Unë jetoj që 20 vite në Gjenevë, jam me familje, mbina me ndërtim shitblerje ose imobilje, për arsye që arsyeja është vetëm që jam këtu sot në konferencën, do të thotë për me kuptu cilat janë procedurat, do të thotë të investimit. Ideja është masi këtu e kemi zhvilluar një kompani mjaft të suksesshme, që jemi me familje këtu që jetojmë, do thotë, kemi afërsisht 100 punëtor, edhe ideja është si çdo vendas edhe vendilja, do thotë, kemi nevojë me shkollë, me investuar në vendinle, për arsye që ideja është herë do kur do edhe mu këthy pse jo, ose na ose fëmijët tanë. Për fat keq deri sot nuk kemi pas një vend ku mu drejtu ose mi kuptu këto procedurat cilat janë. Domethënë dhoma e biznesit Zhenevë, Kosovë na kanë ndihmuar dhe vendi shumë adekuat është për me kuptu cilat janë procedurat. E kemi pas do thotë sot një konferencë shumë të qartë, cilat janë procedurat, cilat janë avantazhet, cilat janë do thotë ligjet edhe procedurat që do të mi njek. Ndërtimtari edhe sidomos një imobilje, do thotë shitblerje në një imobilje me patrim të shërmërie. Ajo që më intereson dhe që jam interesuar do thotë në lamin që kam dëshirë me investu është imobilje, patrim të shërmërie. Kjo është ide shumë e mirë, ka qenë moti është kriju oda Kosovë-Zvicër, po tash kjo gjenerata re, komiteti ri, janë shumë të suksesshëm, janë njerëz që japin mendime të bizneseve, lidhjet Kosovë-Zvicër, kështu që është perfekt. Jam antar i ri në odën ekonomike Zvicër-Kosovë. Shumë mësuam fiskalitetin, investimet Kosovë-Zvicër, si është e taksuar, si taksohemi në Kosovë, si taksohemi në Zvicër. Më dok shumë rëmje e suksesshme dhe mjaft e plotësuar që i mësuam sonte, domethënë. Në Kosovë kemi edhe familjen, kemi edhe domethënë familjen, unë jam rrit një pjesë të jetës time në Kosovë, kam marrë në Zvicër, që 20 vite jam në Gjenevë, po në Zvicër jam Kogjekovë, afërsisht 30 vite. Kështu që kam biznesin tem këtu, jam garazhist, ndreqi felgët shqip i thonë, po këtu zhantat, dhe jam në Zvicrën Romon dhe kam 4 qendra, 4 pikë të grumbullimit, e kemi qendrën e ndreqjes në Gjenevë.